Pikërisht lidhet kjo edhe me faktin që banorët e fshatit të Rjollit nuk u njihet e drejta legjitime që kanë mbi tokat e tyre në zonën e Velipojës, dhe ndërkohë në vitin 2024 me firmën e Edi Ramës si kryetari i KKTU-s dhe Belinda Ballukut si ministre e industrisë, pra kjo si hapësirë, kjo tokë u shmarr në mënyrë pa drejtë dhe i është dhënë një oligarku Bashkim Ulët për të ndërtuar aty një rezort të madh turistik. Kjo është padrejtësia e radhës që u bëhet në këtë rast banorëve të Velipojës, po them, por që u ka ndodhur më parë gjithë banorëve të Bregdetit, u ka ndodhur, do të ndodh, besoj kam frikë, edhe banorëve të Zvërnecit, do të ndodh edhe banorëve të zonave malore të Shqipërisë me këtë që konsiderohet paketa e maleve, pra praktikisht shpronësim i pronarëve të vegjël, të cilëve për 35 vjet nuk është njohur e drejta mbi pronën dhe mbi zhvillimin e saj, dhe thjesht kalimi i saj tek këta që quhen investitor strategjik, që janë thjesht oligark të lidhur ngushtë me Edi Ramën dhe me Belinda Ballukun.